Përshëndetje nga kuzhina Niri, sot kam menduar se përgatit një iftar të shishëm, një iftar të shpejt që ja vlen ta përgatitni secila motër. Krejt që kanë nevojitën mas por janë si që shef ne kom qitë me uzi makaronat. 600 gram makarona pra me ujë gati në muzia 2-3 minuta. Në omën tjetër i morim 400 gram me këpurdha të fresta. Mandej një qipe modhe, 3 thelbi hudhër, 500 gram me ojk ose shlagzane, 200 ml me qumsht, djath kaçkavall, një lugë të mesme me veget, një lugë të qajt me biber të zi, dhe në omën tjetër i kumur pra 6 cupa të pulës kështu, pra misht pulës, e marinujna me vaj, me pak krip, me curry, edhe pak biber të zi. Sporit tek tigoni, hedhim vaj. Morim këtë shishën me vaj edhe i lyna pra filin e pulës. Qesim curry, pra i marinujna me curry. Biber të zi edhe krip, në të dyja ondë. Po ashtu edhe biber të kuq se harrova me cek edhe ku marru me qitë. Tash pra në me. Ma mirë vonë se sa hiq. Krip edhe biber të zi edhe biber të kuq pra këpak. Edhe vaj është nxehur. Mishin pra e kemi marinu, e kemi përgjith me duar ashtu, që ti morim me methat edhe bismillah e qesim filet e pulës që ti ka veditin në të dy omë. E rëpëllojna mishin në omën të. Mishin e kemi ka vëdit në të dyja omë. Mirë të ashtu e largojna në një pjatë vazhdetin. Në të njëjtën tigan të qesim qep, thelbe të hudhër, po ashtu i shtojna 400 gram me hudhër të të. Ka vedisim hudhër, të të. Janë zhutër edhe këtu, ata shqesim 500 gram me shlagzane për ndryshe. Ojk, 200 ml me qumsht, e përzina, sotën tash morëm djathën kaçkavall me 150 gram kështu, e qesim, edhe makaronat po ashtu janë zi për një 9 minuta. E shpërlojnë edhe këtë shishë pak me ujë. Edhe e përzina pra sosin. Shtojna biberin e zi. Shtojna vegetën. E kemi përzi edhe sosin, tash të marrëm makaronën prej tenxherës edhe bismillah e qesim të tjetra tenxhere. E ullim tash temperaturën prej 9 që ka deri me tani, shporeti, ruqa për ndryshe, e ullim dëshës në trash. Në ka dorët një të pasvoj që të merë.
Tash morëm McDonald's të frest. E qisim. Morëm tash edhe filet pulës i renditim. Edhe këtë longën e pulës që kemi e kaverdis, ja qesim qështu. Këtë ndyrën për të ryshe. E lona qështu edhe një 2-3 volta me ashtu edhe iftari është gati me super shije, shumë shpejt përgatitje që ja vlen se cila mutër ta përgatitni po ashtu se cili vlla, sepse ka dhe vllazën ballë që tu e vetë këtu, kështu që për të dy po let ja vlen. Edhe iftari pra është gati. E krini një salat, anash pra, bismillah e morën pra, makaronat edhe i qesim në pjat, një iftar super i sheshëm, i shpejt përgatitje që ka një knoq. Tashti e morën pra edhe mishën e pulës, qesim qëto, edhe një salat pashtu edhe neve në beft mirë, ju pashtu nëse e provoni. Faleminderit për përkrojnë që ma beni, komentet e bukra e deri në recetën e radhës nga kuzhina e njerit, i them miru pofshi.